Po shife është befasuese, është e paklartë. Duket se Zërreja dhe Keci janë bashkëpunëtorët në këtë projekt. Nuk e di është edhe qeveria bashkë me tanë prapavi, po nga jo transparenca shifet sikur një projekt që është bo me gaz letësjelës, s'pëdia ka tash demonstrus që dalin edhe i thojnë stop bol mo. Ja dham 1 miliard euro për 26 milion euro, edhe transparencë nuk ka në financa, transparencë nuk ka në kontratë, edhe po vjekesh edhe ju gazetarëve, ju ka marrë, ju ka qunë sta mall, ju ka shetit me mshel gojën, mos me fol për çështjet, nuk e di cili pe juve, por shumë kanë qenë. Edhe nuk është e qartë raportet Zërreje Kec, kush o projekti qyllën prapavi, a është ignoranca qeverisë apo qeveria bashkë me ta, kjo është një pikë pyetje. Sepse ky shtrajtim edhe ky qëndrim sot i Zërrejës bashkë me Kecin është vendimi ma fatal që mund të merret. Pse? Nuk ka transparencë pse ngrit rrymen, sa janë kostot, ku e merr rrymen. Asnjë gjë transparencë nuk ka. Shifet edhe nga kompetenca e zyrës rregullatorit e cila është me të harrume, si institucion i cili nuk është pasuruar mjaftueshëm me stafe me kuadra për me përballue këto sfida të kohës, ku i dula sa i rrafsh 15%. Pse si dul 13.8? Pse si dul 15.8? Po i dul 15 rrafsh. Kur dihet në kësaj lloj kontrata, në kësaj lloj shtrajtimet, këtë popullsisë ja shtrajtu energjinë, ato janë shifra me presje rretore, nuk janë rrafsh gjithmonë. Edhe unë dyshoj shumë dyshoj në këtë pjesë, nëse ka dikush arsye le të del, le të thot publikisht qytetarët, le të jenë të informuar edhe i pajtohemi. Cila është kjo kontratë? Çka ka prapa kësajna? Pse? Është edhe një çështje tjetër liberalizimi i tregut energjetik për bizneset. Nuk dihet se sa do ta blejnë bizneset energjinë elektrike, por nëse është shtrejt ajo që dihet ose do të kemi shtrejtim të çmimeve, ai bie se qytetarët përsëri do ta paguajnë nga xhepi i tyre gjithë këtë tarifë. Kjo është edhe më banale. Kjo është tepër thuja. Zdi që shmu me konë kur nuk e ki përgadit. Dha se me kërku bizneset, liberalizimin e tregut energjetik për me bli ma lirë po tjetër, e kërkon Keci. Pse? Tregu i pa përgaditur nuk ka list në një portal kur dikush shet rrymë këtu. Këta po dhe me hapë një pazar me tezga, ku i vetëm njoni ka mall për treg, për me shtrajtua i çmimin, edhe me thonë, urdhënonim ministeri sa po dëni me ble, edhe kur këshyre onë është s'ka kërkush më shit, atër ai ka me përcaktu çmimin. Po ignoranca e qeverisë po vjen shumë inati. Qa do me thonë kjo, ku shkojnë ato pare? Ku shkojnë? Nëse mu ka bo 100.000, e tash më bo 200.000. Po qeveria i hub 10% tatimit të fitim, së unë i paraqes si zbritje në fitim. Ajo merr pjesë në humbjet e veta. Po nuk e di është qeveria pronare e buxhetit apo dikush tjetër që bën kësi gafësh. Albini le të marrë fjalën qysh e ka thonë kur nënshkru kontrata me Kecin. Le të marrë fjalën, le ta bën transparencë plot, për ndryshe le të na tregon zguzoj me prek, mos prek një asju, i rrim për mas. Amol le tjetë ditur që 1 miliard euro e kemi shit për 26.3, 1 miliard euro është asetet e rjeti. Të në kalkulimet shkojnë që është 1 miliard euro ja kemi dhonë për 26.3. Pastaj, fitimet e tyne, transparenca tyne, asnjë transparencë ka, lypa unë, gjithka, ku me e gjithë, një transparencë, sa ka qarkullim, sa ka fitim, sa ka investim, kur gjus ka. Kur gjus ka. Ja shesin prafërsisht 30 euro megavatin, pe i kekit edhe ato ja kemi shit me kontrat, e kemi në zonë rob kekin, ajo është boll i zhvatën mrena. Edhe çmimin e ullë që jep Kecin. Kecin eve tash në merë
Çfarë çmimi pagun qytetarë që po do më janë shajto kur ku të njëjtin vend e blen rrymën ai. Edhe cila është formula në sa atje bjen në berz 50 euro sikur ka qenë. Për shka ngritet çmimi e nuk bjet të poshtë asnjëherë. Le ta shesin edhe këta berz. Mujnë këtë muj e ki pagu që kash, sepse e kem ble që kash, s'ka fikse çmime në rrymë. Tregu i liberalizum ka shumë përgatitje. Duhet data hap sistemi, duhet tregu, duhet oferta, duhet qeveria me negociu me korporatat noja, me ju kriju kushte për me pru energji ma të lirë. Ne veç për do me naqit me mbyll biznese, eventualisht me falimentu kadale, ose ku po shkojnë ato para? Ku shkojnë? Le të më tregojnë, thot dikush atje, ku po shkojnë paret që na shtrajtohet neve biznesit dhe rryma. Ma e keqja e madhe dhe ignoranca, su ku mësh me konë kërkush i meqëm aty. Qysh ka mujtë me thonë ai? 10 milion euro qarkullim, 50 punëtor. 50 çoban qa rrymë hargjojnë ata? Po një 15 punëtor. 9 milion euro qarkullim, me furra elektrike të shpenzu energjinë elektrike me shkriqelik, ku është ai biznes, ku rreshtohet ai, ku hin ai. Po veç kanë dash me përfshin sa më shumë biznese, me 50 punëtorë me qitë kufizën, për me konë argat të hujt. Nuk lidhet me punëtor as qarkullim. Qa ka me pague për shallë një shfaqeri tokave që i ka 50 milion euro qarkullim, e ka i nëzimse. Edhe s'ka zyrë hiç, s'ka punëtor hiç. Nuk është e formulë. Formulë është në bazë të shpenzimit të energjisë elektrike, kufizat në megawatt kilowatt. Nuk lidhet me numër të banorëve me pollavra. Na jemi bo shumë, se di pse kjo urtësi popullore ndaj këtyre vendimeve kaq fatale, kaq këqija. Pse kaq të heshtur na ndaj këtyre padrejtësive që janë. Kush o ketë si ma i fort, se atë keja tash më në mbledha dhe dhonat, kush jemi bizneset e me i që letra, me bo administrate, ignoranca e jonë nga ona tjetër për më marrë me këto punë administrative, kretë ka me na fut në treg të lirë me na shtajtu rrymen. Pse qeveria nuk e buni test fazë, bizneset vullnetare, 6 muj, kush po del në treg, testo, bëne rregullo tregun, bëne lakmit bizneset që ata vetë me dalë. S'qara jam mjaftushëm, po jo vendim me t'i fship pare, po edhe aty jam merë 10% atimit në fitim. Ata, a e kënë bërë këtë logari? Ko e dina asat, ne jemi bërë të leqë. Për shamu, të homër shfete kemi shkatru kekin. Ja kemi shqit një dhëmëzor 700 euro, 70.000 euro. E kemi prish maqinën që marra dhëmëzorin. Shqiptarët e kanë bërë këtë punë. Kanë prish vegeltorën e kekit. Nuk ka gjotë keqe që s'ka ndodhë këtu. Ka punu e vala 900 njëri për IPCO nej, mi prish antenat nej me bo IPCO, e ka pagu në shpit vetë me punu për kundër shpis vetë. Edhe sot është kjo. Po të paguin ata të jashtet në shpit tonë dhe me prish të shpinë tonë. Po ka bëllë njerës që e bojnë këtë punë. Pse nuk e ka shikju letë mirë, fiks me këtë punë, leta halakat mirë, ku shoka e bashkunan me të hujnë për shpinë vetë, edhe Albini, letë nga thot, fjallë që i ka folë, asni megawatt energji elektrike për sa vite u bonë surrit prodhimi, shkon kjo pritje jona.